Mirëmbrëma, mirë se vini në emisionin në Shënjestër, mirë se vini në News 24. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është një institucion që heton zyrtarët e lartë e po ashtu njerëz të rëndësishëm të krimit të organizuar. E pikërisht ky institucion që në fakt do duhet të kishte një sistem të sofistikuar për ruajtjen e materialeve hetimore, një vit më parë u hakerua nga një grup i strukturuar kriminal për të cilin SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjykatë dosjen penale në ngarkim të tyre. Në akuzë janë 3 ish zyrtar, njëri prej të cilëve ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve, Agim Ismaili, i cili është hetuar dhe pritet të gjykohet në gjendje të lirë. Po cilat janë dosjet hetimore që ky grup kriminal arriti të hakeronte dhe të merrte pranë prokurorëve të SPAK, a janë dëmtuar hetimet nga dalja në publike këtyre materialeve? Përse ky grup i strukturuar kriminal që dyshohet të ketë funksionuar si i tillë kishte interes të kishte të dhëna për ish-ministrin e drejtësisë Ulsi Manja apo sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Ministrave Angel Agaçi? A janë të vetmet dosja ato që përmendjen në fashikullin hetimor të cilat janë hakeruar apo ka edhe të tjera materiale që SPAK nuk ka arritur t'i gjurmoj? Përse u tentua hakerimi i kompjuterit të Altin Dumanit, ish kreu i SPAK, e përse synohej po ashtu edhe hakerimi i kompjuterit të prokurorit Klodian Braho? Për këto dhe tjera do të flasim sonte në emisionin në Shënjestër. Në fakt, kjo çështje merr rëndësi për faktin se materialet e hakeruara kanë shkuar edhe në duart e njerëzve të drejtësisë, se ata që do duhet kishin detyrimin ligjor për t'i kallëzuar, kanë heshtur e ndoshta vetëm kanë lexuar dhe kanë përcjell këto materiale sensitive. Përpara se shkoj tek një material i detajuar i përgatitur nga stafi i emisionit në Shënjestër, do të prezantoj të ftuarit e mi, do të kem këtë mbrëmje avokatin Ridi Ramaj, mirëmbrëma zoti Ramaj, mirëserdhje. Mirëmbrëma, dhe kolegun Gjevahir Zhabina nga emisioni Kronos në MCN Televizion, mirëmbrëma Zhabina, mirëserdhje. Atëherë do të ndalemi tek dokumentari i shkurtër, sikurse thash, bazuar në dosjen hetimore dhe në fakt emisioni në Shënjestër i ka qëndruar strikt pikërisht dosjes hetimore për të mos aluduar, por edhe për qenë të qartë në versionin që jep prokuroria e posaçme. Kush janë të dyshuarit si pjesë e këtij grupi të strukturuar kriminal e përse targeti i tyre ishte ish-ministri i drejtësisë zoti Ulsi Manja dhe sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave Angel Agaçi. Ndjekim materialin. Kush nuk do t'ishte në vendin e tyre dhe të mos të ndëronte të kishte në dorë pushtetin më të madh të informacionit klasifikuar, dosje hetimore të personazheve VIP të politikës dhe biznesit, të cilat më pas, ata në mendimet apo qëllimet e tyre, do t'i përdornin si trafik influence, shantazhi apo edhe burim fitimi. Ashtu, siç edhe ata vetë komunikonin në bisedat midis tyre, me të shtunë në dorë këto materiale sekrete që ishin në hetim nga SPAK, ku shkonin deri aty, sa midis tyre të thoshin se tashmë që kishin këto fashikuj në duar, do u bënin edhe njerëzit e familjes, personave që ndodheshin në këto materiale hetimore. Por si u hakerua në muajin shkurt dhe mars të vitit 2025 SPAK dhe si u thye ombrella e saj jashtme? Cilat janë dosjet që 3 të akuzuarit, Agim Ismaili, ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve, dhe 2 njohjet e tij, Zambak Gjoni dhe Arnold Rokaj, mundën të merrnin nëpërmjet hakerimit të emaileve të disa prej prokurorëve të SPAK? Dhe pse ish drejtuesi i lartë i burgjeve, Agim Ismaili, ishte interesuar të dinte nëse kishte ndonjë hetim të hapur për reprorin e tij, ministrin e drejtësisë Ulsi Manja, që në këtë kohë mbante ende këtë post. Sipas dosjes hetimore të siguruar nga emisioni në Shënjestër, fillimisht gjithçka nis e zbulohet me veprimtarinë e shtetasit Zambak Gjoni. Ish punonjës fillimisht në drejtorinë e burgjeve dhe më pas në inspektoriatin e mbrojtjes së territorit, i cili në mënyrë të habitshme zotronte disa materiale hetimore, të cilat mbanin vulën sekret. Materialet të cilat sipas hetimeve, ndër të tjerë, në muajin mars të vitit 2025, ai ja kishte dërguar me qëllim publikimi në portalin e këtij të fundit një gazetari të njohur në qarqet mediatike. Një gabim që në fakt rezultoi fatal, pasi gazetari në fjalë, me të njohur me këtë material dhe faktin që ishte në hetim dhe publikimi i këtij dokumenti përbënte shkelje të rëndë ligjore, njoftoi menjëherë strukturën e SPAK. Strukturë e cila nga ana e saj nisi menjëherë një hetim se si kishte mundur të rritte një informacion i tillë nga vetë brenda radhëve të saj, kur ky informacion ishte ende në fazë përpunimi dhe nuk ishte bërë ende publik, detyrë për të cilën u njoftua menjëherë edhe vetë drejtuesi i SPAK në atë kohë Altin Dumani, i cili urdhëroi nisjen e një hetimi të zgjeruar për të zbuluar se si ky informacion ishte përfunduar në duart e personave jashtë institucionit.
Më datë 12 mars 2025, drejtuesi i prokurorisë së posaçme, zoti Altin Dumani, ka vënë në dijeni prokurorin e çështjes se shtetasi Zambak Gjoni i ka dërguar administratorit të një portali mediatik informacionin në lidhje me procedimin penal numër 277 fraksion 1 të vitit 2022, të cilat i dispononte në formatin Word. Ky procedim pason atë numër 277 të vitit 2020, ku në themel të hetimit ishte procedura e dhënies me koncesion shoqërisë Alptek Energy SHPK për ndërtim dhe administrimin e impjantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut të Elbasanit dhe prodhimin e energjisë në vitin 2014, si dhe zbatimin në vijim i angazhimit të marrë përsipër nga kjo shoqëri, ku në kuadër të këtij hetimi prokuroria ka kërkuar dërgimin për gjykim të pandehurve Lefter Koka me detyrë ish ministër mjedisi, Alqi Bllako, Stella Gugallia, Mirel Mërtiri, Klodian Zoto e të tjerë. Por cilat ishin bisedat që kishin kryer midis tyre, Zambak Gjoni, Arnold Rokaj dhe Agim Ismaili, dhe pse këta persona ishin të interesuar për të pasur në duar këto dosje? Ishte thjesht një kuriozitet siç ata u justifikuan përpara oficerëve të policisë gjyqësore, apo qëllimi i tyre ishte që me anë të këtyre materialeve hetimore të shantazhonin personat që ishin në investigim nga organi i drejtësisë? Ndërkohë, që nga kthyrja që u bë aparatit celular të prokurorit të çështjes që po hetonte aferën e inceneratorit të Elbasanit, materiali që u gjetën në telefonin e tij përkonte me atë që Zambak Gjoni kishte shpërndarë te gazetari, që më pas kishte bërë denoncime edhe në SPAK. Këtu u zbulua fillimisht edhe lidhja e tij me Arnold Rokaj, si dhe bisedat midis të dyve. Komunikimet të cilat, nga sa shikohet, fillojnë në muajin shkurt të vitit 2025, fillimisht midis Arnold Rokaj dhe Zambak Gjonit. Bisedat të cilat janë bërë të mundura pas zbërtimit të telefonit të këtij të fundit, ku në njëra nga këto biseda që presupozohet të jetë e para midis tyre në tentativën për hakerimin e SPAK, Arnold Rokaj, pasi i dërgon një link të faqes në internet të SPAK, e informon Zambak Gjonin mbi operacionin që po ndërmerr, gjë të cilën e shoqëron me jo pak nga zëllime dhe lutje që kjo gjë të bëhet e mundur. Edhe se po ja arriti të futet në sistemin e brendshëm të informacionit të SPAK, gjëja e parë që do të bëjë është t'ia çojë kryeministrit Rama këtë informacion. Dhe pasi ta ketë bërë të mundur këtë gjë, janë gati të bëjnë edhe rrobat e shtëpisë, kujdoj që do t'u dalë përpara. Çka lihet të kuptohet që në fillim se Arnold Rokaj nuk ishte qëllime thjesht kurioziteti në këtë ndërhyrje, gjë të cilën ai duhet të ketë qenë i ndërgjegjshëm që në krye të herës që ishte e paligjshme. Arnold Rokaj i dërgon në Zambak Gjonit një foto në dukje si një faqe interneti nga e cila mund të aksesohen sistemet e SPAK. Krahas kësaj foto i dërgon dhe një SMS: "A mos e hap shadot, se do i shkruaj Ramës, hajde t'ju robt." Por e gjë që vjen më pas, gjë që konstatohet nga bisedat midis tij dhe Zambak Gjonit, është se Arnold Rokaj tashmë kishte mundur të penetronte në materialet e SPAK, dhe konkretisht në emailet e disa prej prokurorëve që kishin në duar çështje të rëndësishme hetimore, ku informacioni i parë që ai shpërndan me Zambak Gjonin lidhet me hetimet ndaj inceneratorit të Tiranës, që përfshinin shumë zyrtar të lartë, midis tyre edhe Arben Ahmetaj. Bisedat të cilat vijnë 6 ditë pas tentativës që Arnold Rokaj kishte bërë fillimisht për thyerjen e sigurisë së faqes së SPAK, dhe që tashmë vërtetojnë se ai kishte mundur ta bënte një gjë të tillë. Më datë 18 shkurt 2025, Arnold Rokaj i dërgon Zambak Gjonit një dokument në formatin Word me përmbajtje bisedat Arben me Mirel. Zambak Gjoni e pyet: "Janë të vërteta?" Arnold Rokaj i shkruan: "Shikoj këto emailet me gov, unë, më të vërteta s'bëhen." Tashmë i sigurt se ka shtë në duar një thesar të çmuar informacioni, Arnold Rokaj duket i papërmbajtur. Euforia e tij shprehet edhe në vazhdim në bisedat me Zambak Gjonin, të cilit i premton se tani do synoj të futet e ajka i prokurorëve të SPAK, konkretisht te prokurori Klodian Braho, që sot është drejtuesi i SPAK, duke zvendësuar në këtë detyrë Altin Dumanin, të cilit i përfundoi mandatin në dhjetor të 2025-s. Më datë 18 shkurt 2025, Arnold Rokaj i shkruan Zambak Gjonit se shumë shpejt do të aksesojë emailet e një tjetër prokurori, shumë shpejt Klod Brahon. Por Oreksi vjen duke ngrënë dhe duket se kërkesat për emra ministrash që janë në hetim sabin dhe bëhen më atraktiv. Madje, Zambak Gjoni fillon të interesohet me emrat përveçëm, nëse SPAK ka ndonjë material të veçantë për ministrat e përfshirë në afera korruptive. Siç është edhe kërkesa e tij për të ditur nëse midis këtyre emrave është edhe ministri i drejtësisë në këtë kohë, Ulsi Manja. Arsye për të cilën kërkonte pikërisht të dinte nëse Ulsiu kishte shkelur në dërras të kalbur apo jo.
e cila gjen shpjegim në bisedat e mëparshme. Më 19 shkurt 2025, Zambak Gjoni shkrua në Arnold Rokaj, po për Ulsin ka gjë gjëkundi. Arnold Rokaj po shikoj, Zambak Gjoni, nashi. Një nga emret për të cilin Zambak Gjoni interesoi të di nëse ka ndonjë hetim dhe nëse po i pritet flet arresti nga SPAK, ishte edhe ai Angela Gaçit, sekretarit përgjithshëm të Këshillit Ministrave, njeriu më të afërt pranë kryeministrit Rama. Angela Gaçi, që në këtë kohë ishte folur si një nga zyrtarët madhor që ishte marrë në hetim nga SPAK, ku del se Zambak Gjoni orienton vazhdimisht Arnold Rokajn, se ku duhet i përqendroj kërkimet e tij, tashmë që kishte mundur të futej në godinën e qelçit të SPAK, pikërisht nga dera që vetë drejtuesit e këtij institucioni nuk do ta kishin menduar. Më datë 20 shkurt 2025, Arnold Rokaj i dërgon Zambak Gjoni disa dokumente që kanë të bëjnë me informacione për lejime, kontrolli vendesh, qyrje aktesh, ekspertimi, informacione mbi ecurinë e procedimeve penale të tjerë. Po kështu më datë 21 shkurt 2025, Zambak Gjoni i kërkon informacion Arnold Rokajt për arrestimin e shtetasit Angela Gaçi. Ja ta shikoj një herë, po varet kush prokurore ka, nga këta që ka mund se ka njeri. Por ndërkohë që midis të dyve zhvilloheshin këto biseda, një person i tretë qëndronte në hije dhe ishte po aq i interesuar për të ditur se çfarë ndodhte brenda SPAK. Ky personazh ishte Agim Ismaili, ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve në vitet 2019-2022, i cili gjatë kohës që Zambak Gjoni mban kontakt me Arnold Rokaj, ishte vënë tashmë në dieni nga i pari mbi aksesin që ky i fundit kishte në membranën e SPAK, gjë të cilën jo vetëm që nuk e raportoi në instancat e ligjzbatuese, por duket se e shfrytëzon për qëllimet e tij. Madje, duke e kthyer në një formë argëtuese, sa herë dëgjonte për emrin e një ministri apo politikani që nga gërmimet e Arnold Rokaj në emailet e prokurorëve të SPAK dilte të ishte në hetim, siç ishte edhe rasti i ish-ministrit të energjetikës Damian Gjiknuri. Më datë 18 shkurt, Zambak Gjoni bisedon me Agim Ismailin, ku i dërgon këtij të fundit një format Word me titull Bisedat Arben me Mirel me Damian, Zoto Mirel. Zambak Gjoni e sqaron, SMS e kthyer nga telefoni Arben Ahmetaj. Agim Ismaili përgjigjet, ha, pse qa ka? Zambak Gjoni dërgon gjithashtu dokumentin me titull Informacion mbi ecurin Damian, letër porosi, Austris.doc, dhe hajde Damiani më duket. Por për Agim Ismailin, me interes, është emri i ministrit të drejtësisë Ulsi Manja. Këtu nga ku kuptohet përse Zambak Gjoni orienton Arnold Rokaj që kërkimet e tij të fokusohen edhe tek emri i ministrit Manja. Zambak Gjoni bisedon me Agim Ismailin, e kam gjetë një burim të SPAK. I thash këtij shoku të gërmoj të SPAK-u, mos ka gjë, për Ulon dhe Agim Ismaili. Do ishte hatashme. Po për Ulon a ka ndonjë gjë, s'kemi kap gjë akoma dreqin. Jemi rikthyer live në emisionin në Shënjestër e po flasim për skandalin e hakerimit të prokurorisë posaçme dhe daljes në publik të sekreteve hetimore për disa prej politikanëve më të rëndësishëm në vend, por edhe njerëzve të krimit organizuar, sikurse ishte organizata kriminale e drejtuar nga vëllezrit France Hajdar Qopja. Gjahir, do ta nisim së bashku nga hetimet si rezulton, si arritën hakerat, pra personat e dyshuar të hynin në sistemet e sigurisë, pra në sistemet e prokurorisë posaçme, i cili mendohet të jetë një institucion me sistemet sofistikuara për shkak edhe të dosjeve sensitive që ky institucion ka. Po nga mënyra se si po them janë rënditur faktet në dosjen e prokurorisë së posaçme, duke patur parasysh edhe pretendimet e palëve në këtë rast, duket që personat të cilët kanë, ose personi i cili ka hyrë brenda emaileve të tre prokurorëve, thotë që çdo gjë ka nisur nga kurioziteti, por kam përshtypjen që nga mënyra si janë zhvilluar më pas hetimet e prokurorisë së posaçme, konfirmon që kemi të bëjmë një gjë të strukturuar, të mirëmenduar edhe me një qëllim përfundimtar që është sigurimi sa më shumë informacionve, sa më shumë informacion nga dosjet e këtyre prokurorëve. Në fund, gabimi vetëm që këta kanë bërë në këndvështrimin tim ka qenë shpërndarja e këtyre materialeve tek persona të tretë. Nëse këta persona nuk do t'i kishin shpërndar, kam përshtypjen do t'ishim në një situatë tjetër tani, ndoshta do t'ishe zbuluar skandali, por ndoshta pak më vonë, por në vijat përgjithshme unë në këtë formë e shoh.
Pra, kanë arritur të hynë në sistem për shkak të metave të sistemit, për shkak se kishte një pasuar të pandryshuar, pra çfarë ka ndodhur konkretisht? Po, duke nga ajo që unë kam mundur të lexoj në atë komunikim akuze, kam përshtypjen që ka qenë një neglizhencë nga ana e prokurisë së posaçme, duke patur parasysh që SPAK-u është krijuar në vitin 2019 dhe shohim që kemi një pasuar që i takon atij viti, ku një pasuar SPAK 2019 secili do t'i shkonte në mendje. Që në fakt është vendosur fillimisht për gjithë kompjuterat e prokurorëve, duhet sqaruar, por më pas do duhet të ndryshojë për shkak të sigurisë. Dhe këtu Klod hyn në po them IT-ja e prokurisë së posaçme, personat që merren me IT-n e prokurisë së posaçme, të cilët duhet t'i strukturonin prokurorët, që të vendosnin të ndryshonin pasuardet, bënin një sigurim të dyfish të adresës së emailit, pasi ne jemi gazetar dhe kemi një sigurim të dyfish të adresës sonë të emailit. Nuk kemi në emailet tona informacion aq sensitiv sa që kanë prokurorët, por pavarësisht kësaj kemi vendosur një double siguri. Jo, vetëm një ndërhyrje, duke qenë se ishin, e pash dhe nga kronika, pam dhe nga publikimet që u bën nga media, emailet janë .gov.al, janë emailet të përgjithshme të zyrtarëve shtetëror, të cilat i kanë marrë një pjesë dhe prokuroria e posaçme si funksionon në rëndom. Dhe mendoj që përtej kësaj çfarë tha Xhevajiri, pjesa është dhe fakti që disa njerëz të IT, njerëz që merren me teknologji, me informacion, mund të kenë akses të këto lloj emailesh dhe mund t'i dinë tipologjin, mënyrën se si aksesohet, si mund të ndërveprosh me ato dhe si mund të kesh akses. Dhe kjo mund të ketë qenë një nga faktorët që njerëz cilët kryesisht dhe ata cilët akuzohen janë njerëz që punojnë shtet, që kanë lidhje me struktura shtetërore. Jo, nuk bie dakord këtu avokati, di pse? Sepse mendohej që sistemet e prokurorisë posaçme të jenë më të mbrojturit dhe më të sofistikuarit në vend. Operojnë brenda njëjtit shtet, të njëjtës strukturë shtetërore të përgjithshme. Po flasin për një institucion që heton zyrtar të lartë, politikanë të rëndësishëm, njerëz krim të organizuar dhe dalja e dhënave në publik mund të cënohet hetimet se ne besoj do flasim më andej. Pra nuk mund ta trajtoj këtë si një çështje që dikush kishte informacion për mënyrën se si funksionon. Do duhej që kompjuterat e prokurorëve të ishin super të siguruar. Jo, kush e bën këto, sepse të gjithë operojnë për shembull me një email i cili ka të dhëna domen të ngjashëm me të gjithë institucionet e tjera shtetërore. Siguria pastaj duhet ishte 2 fish ose 3 fish për pjesën e prokurisë posaçme në mënyrë të veçantë. Kam përshtypjen. Xhevahir, a mund të themi pa të ndërprer, a mund të themi se në cilat nga cili kompjuter dhe cilët janë prokurorë që u hakeruan, sipas të dhënave të deri tanishme, sepse hetimi me sa kam kuptuar Tre janë prokurorët që janë hakeruar, që është hyrë në emailin e tyre të punës, po them, është Bear Dibra, Enkeleda Milonaj dhe Elida Kaçkini. Në këto 3 emaile, ky person ka arritur të marrë nga aty të dhëna dhe dosje shumë të rëndësishme, veprime hetimore të prokurorëve, për dosje të cilat janë në fillimet e hetimit ose kanë disa kohë që kanë filluar, por që nuk ka një vendimarrje. Ndërkohë që nëse mund shtoj diçka, është tentuar edhe disa herë në emailet e prokurorëve të tjerë. Qëllimi paktën nga kjo dosje kuptojmë që një ndër prokurorët që ata e kanë qëllim është Klodian Brau, drejtuesi aktual i prokurisë së posaçme, i cili gjatë kësaj periudhe ka pasur dosje shumë të rëndësishme kryesisht të korrupsionit, kujtoj këtu dosjen 5D të Bashkisë së Tiranës, por edhe dosjen e Toyota Yarisit, dosje e cila... Në mendoni që pikërisht për shkak të dosjeve që ai kishte, ishin shumë sensitive dhe ju duhet informacion, apo jo, ky ishte qëllimi. Dosja e Toyota Yarisit është nga ato dosje e cila përfshin shumë emra si të politikës, biznesit dhe botës së krimit, por ka pasur tentativa për të hyrë edhe në emailin e drejtuesit të atëhershëm të prokurisë së posaçme Altin Dumani. Ndalemi pak tek zoti Dumani. Ka patur tentativa, çfarë thotë ky ekspertimi dhe kanë arritur hakerat ta hakerojnë kompjuterin e tij? Të paktën sipas hetimeve që ka bërë deri tani prokurori i çështjes, janë rreth 425 tentativa për të hyrë në emailin e drejtuesit të prokurisë së posaçme. Pra 425 herë kanë tentuar të hakerojnë kompjuterin e Dumanit për një periudhë periudhën hetimore që ka prokuria e posaçme, po them nga 12, në mos gaboj 12 shkurti i vitit të shkuar deri në 13 mars, kur është njoftuar
drejtuesi i prokurisë së posaçme se dokumentat e prokurisë së posaçme janë sheshit në Tiranë dhe kjo është njëra anë e kësaj historie, por ndoshta kam dhe një qendrim tjetër për këtë histori, por me që jemi në këtë do vjojmë sepse do kemi bisedë. Ridi, 425 herë, thot Xhabina, është tentuar hakerimi i kompjuterit të ish drejtuesit prokurorisë posaçme, Altin Dumani, në atë kohë drejtues. Çfarë sipas jush nuk ka shkuar në këtë histori? Pra, ku kanë qaluar zyrtarët e SPAK ose siguria e sistemeve të SPAK që ka qenë lehtësisht i prekshëm dhe i aksesueshëm nga personat jashtë? Unë e shoh si situatë problematike, ndikuese në gjithë mënyrën dhe vëmendjen që ka prokuroria posaçme, në hetimet që bën prokuroria posaçme, interesi politikës, interesi njerëzve zyrtar, prandaj e thash pak më parë, tek këto dosje shumë i lartë, ju e thatë, qoftë dhe dienia, qoftë dhe fakti se pavarësisht se sa mund të kenë, sa mund ndikojnë dhe sa mund ndërhyjnë, po fakti që duhet dinë se çfarë ndodh dhe ta dini në kohë reale është shumë e rëndësishme për disa zyrtar të lartë apo për disa njerëz cilët kanë një lloj pushteti në këtë vend. Në Shqipëri siguria në tërësi, unë e kam ngritur dhe në gjykata dhe në komunitetin e juristëve, siguria në tërësi nuk është në nivelet maksimale në çdo aspekt, jo vetëm në prokurorinë e posaçme. Përkundrazi, prokuroria e posaçme mund të jetë në një nivel më ndryshe se sa pjesa tjetër e institucioneve shtetërore. Por ja që ndodh dhe në prokurorinë e posaçme për shkak të vëmendjes madhe të cilën kanë ndaj kësaj prokurorie dhe ndaj dosjeve cilave ajo heton. Kështu që në këtë aspekt unë mendoj që në Shqipëri kudo cedon sistemi dhe kudo sidomos pjesë hetimi ose pjesë të cilat lidhen me njerëz të pushtetshëm dalin publik ose merren nga persona të cilët dinë mënyrën për ta marrë, dinë mënyrën se si funksionojnë këto hallka të strukturave shtetërore. Prokuroria e posaçme ka detyrimin normalisht për shkak të gjithë çështjeve që janë ndjek, për shkak të formës së veçantë të krijimit të saj, ngjarjeve shumë të rënda, se nuk lidhen vetëm me zyrtarët që po diskutojmë, ka çështje të mëdha, trafiku ndërkombëtar, çështje grupesh strukturuara, të cilat mund të jenë dhe më të rënda se kaq dhe mund të dëmtonin dhe më tepër dosjet, hetimin dhe individ veçantë të cilët po hetoheshin. Kështu që mendoj që duhet kemi një avancim në këto nivele sigurie, mbas edhe një përpunim krejtësisht të veçantë të prokurorisë posaçme dhe GKK-s për sa i përket teknologjisë informacionit. Njëvahir, a mund të na thuash në mënyrë të përmbledhur se cilat janë dosjet ose më saktë materialet e atyre personave zyrtarëve të lartë cilat janë hakeruar, pra emrat dhe për cilat emrat ishin të interesuar ky grup kriminal? Duhet thënë Klod që ky grup kryesisht ishte interesuar për politik, për emra politik. Për shumë kanë arritur të marrin informacione për cilin politikan? Po e para gjë që i ka rënë në dorë ka qenë dosja në këndvështrimin tim me sa ka mundur të lexoj, ka qenë dosja e inceneratorit, ku aty janë komunikime mes Arben Ahmetajt dhe Mirel Mërtirit, mes Damian Gjiknurit, paktën kështu del nga dokumenti Damian Gjiknurit dhe Mirel Mërtirit, dhe ata kanë arritur të marrin aty dhe një letër porosi që është dërguar drejt Austrisë dhe në një mesazh të dërguar Zambak Gjoni thot Agim Ismaili që Damiani më duket do ta haj. Sigurisht që janë edhe të dhëna tjera që kanë të bëjnë me një hetim ose verifikim të nisur për biznesmenin Klodian Allajbe. Është informacion kërkohet për Ulsi Manjën, ish ministrin e drejtësisë për disa vite. Në kohë duhet thënë që nga dosja kuptohet që ka pasur edhe një konflikt mes Agim Ismailit dhe ish ministrit Maja në kohën kur ai ka drejtuar Ministrinë e Drejtësisë, pasi ka qenë pikërisht ai që e ka shkarkuar dhe duket që ai kërkon diçka që të ketë diçka në dorë kundër ish ministrit të Drejtësisë. Për Angela Gaçin, sekretarin e përgjithshëm të kryeministrisë, ata kërkojnë sërish të dhëna dhe dosje dhe informacion çfarë mund gjejnë në adresat që ata kanë akses, por dukshëm, Klod, duke qenë që ky person ka qëndruar për gati 3 javë në emailet e këtyre 3 prokurorëve, kam përshtypjen unë që ata duhet kenë marrë shumë e shumë më tepër se sa aq, por sigurisht prokuroria mund të jetë
në drejtën e saj për të pasur një fraksion për këtë çështje, por në këtë moment nuk di ta them nëse ka një fraksion të ndarë për këtë çështje, por logjikisht duke lexuar këtë dokument kam përshtypjen që duhet ketë një fraksion sepse aty ka emra personash të cilët janë me iniciale dhe ne kemi të pamundur të identifikojmë, megjithatë nga ne kemi mundur të mësojmë se në këtë listë personash të cilëve u ka shkuar ky informacion është një ish prokuror i krimeve të rënda, është një gjyqtar i gjykatës të lartë, por edhe një prokuror i prokurorisë së Tiranës, dhe ajo që pra ju thoni një ish prokuror i krimeve të rënda, një antar i gjykatës së lartë dhe një prokuror i Tiranës. Janë pyetur për mënyrën se si e kanë pas këtë informacion në telefonin e tyre? Janë pyetur dhe gjithë kanë atë përgjigjen standarde që e kishin edhe 3 personat të cilët janë në akuzë, kanë menduar që është një dokument i cili është siguruar nga gazetarë dhe ka qarkulluar gjithandej. Megjithatë, kjo duhet parë se në ç'formë ka shkuar tek këta persona. Do pyes edhe Redin, në ç'formë ka shkuar tek këta persona dhe komunikimet që janë bërë mes palëve, sepse prokuroria e posaçme kam përshtypjen unë ka mundësinë që të përveç materialit që shkon tek Redi, duhet të shikon edhe çfarë kam diskutuar unë me Redin dhe përse unë ja kam dërguar Redit këtë material. Prandaj them që duhet ketë diçka më shumë në këtë histori, se ndryshe nëse jemi në kuadër të këtyre 3 personave, kam përshtypjen që i gjithë hetimi është bërë për të mbyllur dhe për të mbetur tek 3 persona. Avokat, ju dëgjuat Gjevahirin, thotë që ka patur informacion që ka dalë në publik dhe është hakeruar për ish-ministrin dhe deputetin aktual të Partisë Socialiste Damian Gjiknuri, është kërkuar informacion për ish-ministrin e drejtësisë, më falni, Ulsi Manja, për sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Ministrave, për biznesmenin Klodian Allajbe, po ndoshta janë marrë edhe patjetër aty rezulton edhe të jenë marrë të dhëna në lidhje me organizatën kriminale Qopja. Në këndvështrimin tuaj, dalja në publik e këtyre informacioneve, a e ka cënuar hetimin e SPAK në raport me këto personazhe, pavarësisht se kanë dalë të dhëna vetëm për Arben Ahmetajn, Erion Veliajn, Damian Gjiknurin dhe ndërkohë janë kërkuar të sigurohen të dhëna nëse do të kishte të tilla, po të paktën nuk rezulton të kenë siguruar për ish-ministrin e drejtësisë, po ashtu për Angel Lagacin. Në këndvështrimin tuaj e ka cënuar hetimin ose duke patur këto informacione në dorë, ky grupim i dyshuar kriminal, çfarë mund të bënte? Së pari, Kodi i Procedurës Penale e ka të përcaktuar qartë pjesën e sekretit hetimor të një dosje e cila ndodhet në hetim në çdo prokurori, qoftë në prokurorinë e jurisdiksionit përgjithshëm, qoftë në prokurorinë e posaçme. Në këtë moment, ligji ka parashikuar që një pjesë e madhe e akteve ose shumica prej tyre janë akte sekrete të cilat kanë akses vetëm ata persona që janë drejt për drejt dhe po kryen hetimin, pra prokuroria, një pjesë dhe oficerët e policisë gjyqësore ose oficerët e BK-s në këtë rast, dhe mbase disa dokumenta mund t'i kalojnë dhe palës që po hetohet nëpërmjet avokatit të tij. Pjesa tjetër pastaj e materialit, të cilën prokuroria përpunon gjatë hetimit, është material krejtësisht sekret që nuk njofton as mbrojtësit dhe as palët e tjera. Ky lloj materiali, me sa pa shumë, që kanë pasur akses personat që kanë ndërhyrë në sistem, i përfshin këtë pjesën e materialit sekret, ose tepër sekret që prokuroria mban dhe përpunon për të pasur rezultat në hetim. Vetëm me mbarimin e hetimit ka mundësi prokuroria, kur e ka kopsitur dosjen, të shpërndaj material. Ndalemi pak këtu, duke qenë një material sekret, bëhet fjalë për letër porosi, bëhet fjalë për të dhëna që lidhen me organizata kriminale, për akte ekspertimi e tjera me radhë. A i ka dëmtuar kjo në këndvështrimin tuaj hetimin ndaj personazheve? Hetimin që është shumë e rëndësishme, një ecuri, një relacion që bën prokurori, që jep gjithë pasqyrën e hetimit. Unë mendoj që po, pra e ka dëmtuar hetimin, sepse thash, në momentin që vetë ligji ka parashikuar që duhet të jenë sekrete, kjo patjetër ndalon çdo lloj publikimi, marrje. Pse ndalon marrjen dhe publikimin? Sepse në momentin që bie në duar të gabuara të personave të jashtëm, të cilët mund të jenë dhe vetë në hetim, siç mund të zjerë hetimi, apo siç mund ta kemi parë dhe nga ajo çfarë ka dalë në media, tregon që personat që kanë interes mund të shkojnë drejt për drejt dhe të ndikojnë në hetim, duke intimiduar dëshmitar, duke ndryshuar dokumentacion, duke
munduar të servirin, po patjetër, zhdukin prova dhe duke servirur fakte të tjera për të ndryshuar rrjedhën e hetimit. Pikërisht kjo moment është shumë i rëndësishëm, prandaj prokuroria e mban sekret deri në përfundim që mos të kemi veprime të tilla. Dhe ky është një rast tipik, prandaj ka kaluar në formë të bashkëpunimit të posaçëm, që kjo do jetë pjesë pastaj edhe e gjykimit për të parë, sepse rrezikshmëria e veprimeve të cilat kanë kryer personat është i lartë. Tani, avokat, unë dua të pyes sepse me thënë drejtëm ka bërë shumë përshtypje fakti që këto materiale, që sigurisht janë materiale sekrete hetimore dhe që normalisht edhe ne gazetarët tashmë sipas ligjit kemi përgjegjësi në momentet caktuara për t'i trajtuar me kujdes, kanë shkuar në duart e njerëzve të rëndësishëm të drejtësisë. Gjevahiri, por edhe unë kam të konfirmuar që kanë shkuar në telefonin e një antari gjykatës lartë, që konsiderohet gjykata supreme në vend, kanë shkuar në duart edhe në telefonin e një ish prokurorit të krimeve të rënda, në telefonin e një prokurorit të Tiranës. Në këndvështrimin tuaj, si jurist me eksperiencë, a kanë patur këta personazhe për shkak se e njohin ligjin dhe e dinë rëndësinë e informacionit dhe e kuptojnë shumë qartë që janë informacione sensitive që mund dëmtojnë hetimet, detyrimin ligjor për ta kallëzuar ose për të vënë në dieni autoritetet në lidhje me informacione që ata kishin marrë? Unë e kuptoj do në mënyrën se si e ngshtroni ju pyetjen me të drejtë, pra çdo individ i cili bie në dieni të një veprimit paligjshëm është i detyruar ta kallëzoj dhe ta raportoj. Në këtë rast, unë mendoj që duhet parë në kompleksitet dhe vetë prokuroria posaçme ka qenë e kujdesshme në tërësi, sepse në dienin time ka pyetur të gjithë personat që janë përfshirë. Ne kemi parë të paktën ata të cilët kanë bërë parat duke shkuar dhe duke raportuar në prokurori, duke u pyetur në prokurori për këtë çështje në dienin time. Pra që do thotë çdo person i cili ka qarkulluar materialin mund të ketë shkuar dhe të ketë dhënë deklarimet e tij. Janë të rëndësishme deklarimet, sepse duhet të kuptojmë, kanë qenë këta persona që u kanë rënë materiali, kanë qenë persona që kanë kërkuar material, apo janë persona të rastësishëm që kanë marrë informacion nga persona të tjerë, sepse unë nuk e ndaloj dot një person sot parimisht të më sjellë diçka. Në momentin që unë nuk e publikoj, nuk bëj veprime të tjera, nuk bëj dhe nuk e di se çfarë është, ose thjesht nuk ja kam kërkuar personin tjetër, e shoh pak të vështirë që këta individ, qoftë të drejtësisë, qoftë dhe persona të tjerë zyrtar të lartë që thamë më herët, të kemë përgjegjësi ligjore. Prandaj dhe prokuroria posaçme është fokusuar vetëm te grupi ngushtë i cili ka ndërhyrë, jo të gjithë të cilët mund të kenë marrë informacione shpërndar. Pastaj, në bazë të hetimit, nëse persona të tjerë të cilët kanë qarkulluar materialin, kanë qenë dhe ata vetë të interesuar për çështjen, kanë qenë të interesuar për të kërkuar ose për të vajtur ose për të nxitur këta persona për të marrë materialin, ajo është një histori e pasaj që kërkon hetim ose gjatë gjykimit mund dalë dhe mund të zhvillohet në akuza të tjera. Tani do flasim për qëllimin sepse mendoj që qëllimi është besoj thelbi i gjithë kësaj historie, po më duhet të shkoj në pak minuta publicitet dhe kthehemi në pjesën e dytë të emisionit Në Shënjestër dhe flasim për hakerimin e prokurorisë posaçme. Kush ishin njerëzit e drejtësisë të cilët kishin në celularët e tyre informacionet sensitive të marra dhe përmes hakerimit në kompjuterat e prokurorëve të posaçëm? Çfarë deklaruan ata përpara hetuesve dhe çfarë deklaruan personat e pandehur dhe cila ishte alibia e tyre në lidhje me këtë skandal? Ndjekim materialin dhe kthehemi për bisedë në studio. Po si u përfshi drejtori përgjithshëm i burgjeve Agim Ismaili në skandalin e hakerimit të dhënave të SPAK, institucion që në fakt do të duhet të kishte një sistem të padepërtueshëm sigurie për shkak të informacioneve sensitive që ka në kompjuterat e prokurorëve. Cila është njëja e tij me Zambak Gjonin dhe Arnold Rokaj? Dhe pse sot SPAK i cilëson ata si një organizatë kriminale? Cilat janë dosjet dhe personazhet brenda tyre që Arnold Rokaj mundi të sigurojë fal hakerimit të emaileve të SPAK? Rokaj, që në dëshminë e tij të parë përpara organit hetues, e justifikoi aktin e tij të thyerjes së sigurisë kibernetike të SPAK thjesht si një hobi të tij për teknologjinë. Si një lojë e cila sipas tij u mund nga kurioziteti për të parë se çfarë kishte brenda kësaj arkitekture sigurie, që në fakt duhet pranuar se kishte brishtësinë e saj. Ndërkohë që në banesën e tij gjatë kontrollit të ushtruar u gjetën një USB e bardhë, një laptop si dhe një njësi qendrore PC-je. Në lidhje me shoqërimin tim, duhet të theksoj se përpara 2 muajsh, ndërsa isha në banesën time, po luaja me telefonin tim dhe po bëja disa skanime të faqeve online.
të cilat merren me skanimin e domeneve për të parë nëse kanë ndërfaqe të tjera ose nënfaqe kryesore, gjë që përdoret nga ekspertët e IT-s për testimin e portave në rrjet. Pasi provova disa adresa, unë provova edhe faqen spak.gov.al, veprim të cilin e bëra vetëm i shtyr nga kurioziteti se çfarë kishte. Pasi provova këtë faqe nga telefoni, aty mu shfaqën 3 ose 4 ndërfaqe të tjera, të cilat ishin autodiscover.spak.gov.al, të shoqëruara me numrin përkatës të IP-s. E dyta ishte mail.spak.gov.al dhe e treta ka qenë spak.gov.al. Pasi provova, e vetmja që mu hap ishte spak.gov.al. Pikërisht këtu, Arnold Rokaj rrëfeu se ai hyri në kontakt me emailet e prokurorëve të SPAK, dhe se po kështu, nuk pati asnjë vështirësi për të kaluar në stadin tjetër, atë të hakerimit të tyre. Materialet të cilat, me t'i shkarkuar, ai thotë se i ruajti në aparatin e tij celular, duke u shpërndarë edhe personave të tretë. Pasi hyra në faqen spak.gov.al, aty mu shfaq një faqe emaili ku më kërkoheshin kredencialet për të hyrë. Konkretisht, provova disa kredenciale me emrat e prokurorëve të SPAK. Midis tyre, ajo që arrita të hap ishte përdoruesi EK me fjalkalimin SPAK@2019. Pasi u hap, nga kurioziteti provova edhe 2 përdorues të tjerë, të cilët edhe këta u hapën, po me fjalkalimin SPAK@2019, ku i shtyr nga kurioziteti fillova duke parë materialet që ishin dërguar dhe marrë në emailet e këtyre përdoruesve, të cilët më pas i kam ruajtur në aparatin tim celular, disa prej të cilave edhe i kam fshirë. Është këtu ku Arnold Rokaj pranon kontaktin e tij me Zambak Gjonin, të cilit ai thotë se i ka dërguar disa materiale që kanë të bëjnë me relacione apo informacionet përpiluara nga hetues të byros kombëtare të hetimit apo dhe të prokurorëve. Por Arnold Rokaj nuk pranoi që këto materiale t'ia kishte shpërndar dikujt tjetër përveç Zambak Gjonit. Unë i kam kontrolluar her pas here gjendjen e të 3 përdoruesve dhe kur kam gjetur të dhëna të tjera i kam hapur, i kam lexuar dhe më pas i kam fshirë. Hera e fundit kur e kam kryer këtë veprim ka qenë 1 apo 2 ditë më parë, kur kam aksesuar adresën email b.dip, në të cilën vetëm lexova disa materiale të karakterit të punës së përditshme, rutinë si relacione, informacione e të tjerë. Gjatë marrjes në pyetje, Arnold Rokaj shpjegoi edhe njohjen e tij me Zambak Gjonin dhe Agim Ismailin. Unë kam qenë specialist në mbrojtjen e territorit pran IKMT Drejtoria Rajonale Vlorë, detyrë të cilën e kam ushtruar për afër 18 muaj. Përpara këtij pozicioni kam qenë i punësuar pran IMT Bashkia Vlorë, në pozicionin e kryeinspektorit, detyrë të cilën e kam ushtruar prej rreth 5 vitesh, pra qysh prej vitit 2019. Kur u largua kryetari i Bashkisë Vlorë, Dritan Leli, unë vazhdova detyrën edhe disa kohë, por me të ardhur kryetari i ri i bashkisë, unë mora vesh që do të më lëvizte nga pozicioni i punës. Për këtë arsye, unë kontaktova me të njohurin tim, Zambak Gjoni, të cilin e kam mik dhe punonte në IKMT dhe i thash se isha drejt largimit nga detyra. Këtu, sipas Arnold Rokaj, nisi edhe njohja e tij më e ngushtë me Agim Ismailin, të cilin ai thotë se deri në këtë moment e njihte për së largu sepse ishte njohja e vjetër e babait të tij. Agim Ismaili, i cili sipas Rokaj, fale dhe ndërmjetësimit të Zambak Gjonit, e ndihmoi në vazhdim që të punsohej në detyrën e specialistit të kontrollit të territorit në Drejtorinë Rajonale të IKMT-s në Vlorë. Aktualisht jam i papunë. Më herët kam punuar si jurist në sistemin e burgjeve dhe konkretisht pozicionin e fundit të punës e kam patur pran IKMT-s si drejtor juridik gjatë vitit 2023. Në lidhje me Arnold Rokaj, më duhet të njoftoj se me të jam njohur rreth vitit 2019 gjatë kohës që ky i fundit punonte pran IMT-s së Bashkisë Vlorë si specialist ose inspektor. Unë këtë kohë kam qenë i punësuar pran burgut të Vlorës si drejtor i komanduar dhe falë rrethit miqësor kam krijuar njohje duke komunikuar vazhdimisht me të. Ajo që dua të theksoj është se Arnoldi ka qenë gjithmonë i dhënë pas teknologjisë. Sipas rrëfimit të Zambak Gjonit, ishte pikërisht Arnold Rokaj, i cili në muajin shkurt 2025 e kontaktoi në WhatsApp duke i dërguar disa të dhëna, të cilat ishin materiale hetimore në formatin Word, që sipas Gjonit në pamje të parë dukeshin si materiale hetimore të përpiluara nga SPAK ose Byroja Kombëtare e Hetimit.
Me sa mbaj mend, materiali I parë kishte të bënte me SMS apo biseda të gjetura apo të përgjuara nga dosja e shtetasit Arben Ahmetaj. Në vijim, ai më dërgoi edhe disa materiale të tjera hetimore, por në formatin Word, si urdhra ndalimi për një shtetas të cilit nuk ja mbaj mend emrin, material hetimor për shtetasin Damian Gjiknuri, që mbaj mend ishte një relacion që I përkiste viti 2024, një material hetimor tjetër në format Word për shtetasin KA, si dhe proces verbal kontrolli banese për disa shtetas me mbiemrin Çopja, më duket se për shtetasin Franz Çopja. Ka qenë dhe një material tjetër që ishin 2 ose 3 letër porosi drejtuar shtetit austriak, ose dhe të shteteve të tjera, nuk e mbaj mend mirë. Po kështu, sipas Zambak Gjonit, Arnold Rokaj I kaloi atij një link dhe një fjalkalim, për të cilin I tha se mund të aksesoheshin disa përgjime të komunikimeve të platformës Sky. Fjalkalim të cilin Zambak Gjoni tha se e provoi por nuk ishte mundur të futej. Ndërkohë që këto informacione, Zambak Gjoni I kishte dërguar edhe disa miqve të tij si dhe 2 gazetarëve. Por midis miqve të tij, ai me të cilin Gjoni mbante kontakt të vazhdueshëm ishte Agim Ismaili, personi I cili sot është në hetim bashkë me ta, dhe të cilit është bërë edhe regjistrimi I emrit të personit ndaj të cilit zhvillohen hetime për vepra penale, përgjimi I paligjshëm I të dhënave kompjuterike, të kryer në formën e posaçme të bashkëpunimit, atë të grupit strukturuar kriminal, I cili në dëshminë e tij pranoi njohjen me Zambak Gjonin, si dhe faktin që kishte rënë në kontakt me këto materiale hetimore nëpërmjet tij. Por Agim Ismaili mohoi që të kishte dieni fillimisht për rëndësinë e këtyre materialeve. Zambak Gjonin e njoh pasi kam marrëdhënie shoqërore me të që nga viti 2019, që nga koha kur unë fillova punë në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, aty ku punonte edhe ai vetë. Me kalimin e kohës ne kishim një vakancë në burgun e Vlorës dhe unë e kam komanduar drejtor të këtij burgu. Kur fillova punë pranë IKMT, ai më erdhi në zyrë dhe më kërkoi ndihmë për të aktivizuar në punë, dhe kështu ai filloi punë pranë IKMT-s. Pasi unë u largova nga detyra, ne vazhduam komunikimin me WhatsApp. Një natë, përpara disa kohësh, Zambaku më solli një material të cilin unë e shpërndava pasi mendova se ishte një lajm që kishte dal nga mediat dhe nuk e mendova gjatë. Më pas e kam lexuar këtë material dhe kishte të bënte me disa hetime të zhvilluara ndaj shtetasit Damian Gjiknuri dhe nuk e kam diskutuar me njerëz të tjerë. Agim Ismaili tha se materialet që I sillte Zambak Gjoni, ai trajtonte me humor. Por ai dëshmoi se nuk e besonte që Zambaku të kishte aksesuar apo korruptuar njerëz në SPAK për të marrë informacion, ndërkohë që pranoi se këto materiale t'i kishte shpërndar personave të tretë. Por, edhe pse u përpoq të justifikohej se nuk kishte lidhje me hakerimin e emaileve të prokurorëve të SPAK, grupi hetues ngriti dyshimin e arsyeshëm se Agim Ismaili kishte një interes të veçantë për këto materiale hetimore, gjë që u vure edhe te kërkesa e tij për të orientuar kërkimet në emrin e ministrit të drejtësisë Ulsi Manja, orientim të cilin ai e bën nëpërmjet Zambak Gjonit. Ky I fundit, që më pas ja kërkon këtë nder Arnold Rokajt, që nga ana e tij tashmë kishte mundur të aksesonte emailet e disa prej prokurorëve të SPAK. Ndërkohë që grupi hetues mori në shqyrtim edhe shumë nga dëshmitë e personave të cilëve u ishin shpërndar materialet hetimore nga Zambak Gjoni edhe vetë Agim Ismaili. Midis tyre, edhe 3 prej lidhjeve shoqërore të Gjonit, të cilët komunikonin midis tyre nëpërmjet një grupi të përbashkët në WhatsApp. Me Zambak Gjonin ne jemi rreth I ngushtë shoqëror me të cilin kemi krijuar dhe një grup në WhatsApp, ku në këtë grup nga ana e tij janë dërguar disa informacione të cilat I kemi parë apo lexuar, por nuk I kemi dërguar tek persona të tretë. Por në fakt, kurioziteti I shtuar I Zambak Gjonit dhe Agim Ismailit për materiale hetimore nuk fillon me atë që është hakerimi I SPAK në muaj shkurt nga Arnold Rokaj, por edhe më herët nga sa shikohet në dëshmitë të tjerë lidhjeve shoqërore, të cilat kanë marrë her pas here materiale të ngjashme nga personat e akuzuar, siç është edhe kjo dëshmi e mëposhtme. Unë jam I punësuar pranë Akshit dhe Zambak Gjonin e njoh që nga koha kur ky I fundit ka qenë I punësuar në administratën e burgjeve. Dhe konkretisht, Zambak Gjoni më ka dërguar disa materiale me përmbajtje të SPAK që kishin të bënin me Erion Veliajn, Damian Gjiknurin, si dhe një material që kishte të bënte me pronarin e një spitali privat, si dhe një material tjetër që kishte fotografi të disa kallëpëve të Floririt. Informacione mbi Damian Gjiknurin të cilat ja kam dërguar kolege sime, BH, dhe materialin që kishte të bënte me Erion Veliajn, ja kam dërguar shtetasit Agim Ismaili. Por nga sa shikohet, kolegi e tij, këto materiale ja ka dërguar një prokurori në prokurorinë e Tiranës.
i cili nga ana e tij çuditërisht dëshmon se nuk i ka hapur këto materiale, duke mos u dhënë rëndësi, madje rezultojnë që ka fshirë edhe komunikimet me ish kolegen BH. BH e njoh për shkak se e kemi punuar dhe nuk i kam kushtuar rëndësi akteve dhe dokumentave që ajo më ka dërguar në aplikacionin WhatsApp, të cilat nuk i kam hapur apo dërguar personave të tretë, dhe se po kështu nuk i kam të ruajtura komunikimet me këtë shtetase. Ndërkohë që në aparatin celular të një prej njohjeve të Zambak Gjonit, u gjet një material 79 faqe me titull Informacion mbi Ecurin Damiani, si dokument Wordi. Vetë Zambak Gjoni nuk e mohoi që t'i ketë kërkuar Arnold Rokajt informacione mbi ministrin e drejtësisë Ulsi Manja, apo që të ketë shpërndar materialet e hakeruar prej tij me Agim Ismailin, por sërish u mbrojti duke thënë se këtë e kishte bërë nga kurreshtje për materialet hetimore. Duke menduar se mund të kishte procedime penale në hetim dhe për funksionar të lartë të përfolur rregullisht nëpër media, në komunikimet e mia me shtetasin Agim Ismaili, i kam thënë dhe këto fjalë. Nuk më kujtohet, por edhe mund ta kem pyetur Arnoldin nëse kishte materiale për shtetasin Ulo, Ulsi Manja, materiale të cilat ja kam kaluar edhe Agim Ismailit, me të cilin ndanim në mënyrë të vazhdueshme informacione me njëri tjetrin. Vetë Agim Ismaili nuk i pranoi akuzat për përgjim të paligjshëm, ndërsa bisedat midis tij dhe Zambak Gjonit dhe sidomos kërkesën e tij për emrin e Ulsi Manjës, ai cilsoi në kuadrin e shakas midis tyre. Ndërsa grupi hetues mendon se Agim Ismaili për shkak të shkarkimit të tij nga posti i drejtorit të përgjithshëm të burgjeve, me firmë të ministrit të drejtësisë, pas kontrollit të ushtruar nga kontrolli i lartë i shtetit dhe abuzimeve të gjetura, ka vendosur të gjejë prove inkriminuese për reprorin e tij, duke orientuar Zambak Gjonin që të kërkojnë në emailët e SPAK të hakeruara nga Arnold Rokaj për emrin e Ulsi Manjës. Në lidhje me bisedën me përmbajtje, i thash këtij shoku të më gërmojtë SPAK-u mos ka gjë për Ulon dhe përgjigjen se do ishte e hatashme, Agim Ismaili sqaroi se kam menduar gjithnjë se mund të ketë qenë ndonjë gazetar që ka patur mundësi të aksesojë këto informacione. Unë e njihja dhe shtetasin Arnold Rokaj dhe nëse do t'i ishte kështu, Zambaku do të më kishte thënë se i kishte marrë nga Arnoldi. Fakti që as ma ka përmendur, por thjesht i referohet burimeve të tij në SPAK, kam menduar se janë burime si ato të gazetarisë. Por ajo që rezulton në përfundim të hetimeve është se Agim Ismaili është shkarkuar me vendim të Këshillit të Ministrave nga pozicioni i drejtorit të përgjithshëm të burgjeve, në bazë të propozimit të ministrit të drejtësisë, ku procedura e shkarkimit është iniciuar në bazë të një memoje të drejtorisë së auditimit pranë Ministrisë së Drejtësisë me lëndë, mbi masa disiplinore të konstatuara nga ana e KLSH-s në lidhje me raportin përfundimtar të auditimit numër 1160 fraksion 20, datë 11 qershor 2021, të ushtruar në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve. Për sa më sipër, evidentohet me interes se shkaqet e shkarkimit dhe konstatimit të shkeljeve si nga ana e KLSH-s, po ashtu edhe nga ana e drejtorisë auditit pranë Ministrisë së Drejtësisë, janë vlerësuar si subjektive dhe jo të vërteta nga ana e të hetuarit Agim Ismaili, çka vërteton qartazi motivin apo arsyet personale të hetuarit Agim Ismaili për kërkimin apo gjetjen e materialeve mundësisht inkriminuese në ngarkim të shtetasit Ulsi Manja me detyrë ish ministër i drejtësisë. Nisur nga këto të dhëna, SPAK ka ngritur ndaj 3 të dyshuarve akuzat e përgjimit të paligjshëm në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Për sa më lartë nga tërësia e hetimeve të kryera deri në këtë fazë, bazuar në provat e marra gjatë hetimeve paraprake, deklarimet e shtetasve të dyshuar si dhe pas analizës ligjore të dokumentacionit administruar, është dokumentuar fakti penal se shtetasit Arnold Rokaj, Zambak Gjoni dhe Agim Ismaili në bashkëpunim midis tyre në formën e veçantë të bashkëpunimit ato të grupit të strukturuar kriminal, kanë përgjuar në mënyrë të paligjshme me mjete teknike të dhënat kompjuterike nga ose brenda një sistemi kompjuterik emailët e prokurorëve të SPAK. Por, a mund të konsiderohet ky një hetim i plot i SPAK? A mundeshin 3 zyrtar të hakeronin të vetëm SPAK, institucionin që kishte nisur të hetonte njerëz të politikës? A ka personazhe të politikës të përfshirë në këtë skandal? A janë dokumentat që përmenden në akt akuzë të vetmet që janë arritur të merren nga kompjuterat e prokurorëve të posaçëm, apo të tjera dokumente ndaj njerëzve të politikës, biznesit apo krimit janë në duar të paautorizuara dhe apo shërben ato si një formë shantazhi apo gjobvënie?
ndërkohë që më herët janë hakeruar dhe të tjerë sisteme të rëndësishme, që kanë të bëjnë dhe me sigurinë kombëtare. Dhe në fund, a ka thënë të vërtetën Agim Ismaili, apo pas tij fshihen të tjerë persona edhe brenda rrafëve të politikës, që po e kthejnë këtë rrjedhje dosjesh hetimore në gjueti shtrigash brenda llojit. E hakerova spakun për qef, kjo është alibia e njërit prej të dyshuarve kryesor dhe të pandehurve tashmë Arnold Rokaj, një ish zyrtar i institucioneve qendrore në këtë vend. Të duket alibi e besueshme, Gjevahir? Po, sigurisht që nëse do të ishte një qytetar, po them korrekt, do ta bënte, do ta thyente sistemin e spakut dhe prokurisë së posaçme dhe në fund fare duhet njoftonte prokurinë e posaçme, thoshte që nëse sistemi juaj ka një problem, unë kam arritur të hyj brenda sistemit dhe kjo gjë duhet rregulluar sepse ju jeni një institucion shumë i respektuar i këtij shteti. Kjo gjë nuk ka ndodhur, kam përshtypjen unë, dhe qëllimi sigurisht që ka qenë diçka tjetër, qëllimi ka qenë që kriminal, patjetër, që të merre nga aty sa më shumë dosje, sa më shumë materiale hetimore në mënyrë që më pas ato dosje dhe materiale të përdoren për interesa të këtyre personave apo personave të tjerë të cilët janë dërguar këto materiale, sepse nuk duhet fjalë. Kur thua për interesa, për çfarë mund të përdoreshin? Për shantazh, mund të përdoreshin për qëllime fitimi, pra si e mendon? Para sigurisht që për shantazh, gjon e kemi siguruar, por këto materiale Klod duke qenë që ishin në Word, sigurisht që mund të ndërhyej dhe mund të shtoheshin gjëra, mund të hiqeshin gjëra dhe sigurisht i dërgoheshin personave të tjerë që gjose prokuria e posaçme ka këtë gjë për ty, unë do marr informacione të tjera si do ta bëjmë, do ta çojmë në media, do ta publikojmë në media dhe sigurisht që kjo është njëra anë, por duke qenë që interesi i tyre primar ishte politika, politikanët të cilët kanë dosje në SPAK dhe kryesisht politikanë të cilët vinë nga mazhoranca, tregon që ka edhe një interes të shtuar për të marrë sa më shumë informacion për pjesëtarët e organizatës së Partisë Socialiste, po them për pjesëtarët e mazhorancës dhe kjo është një nga arsyet pse ata kërkonin gjithmonë më tepër sepse nga dukshëm nga po them nga opozita vetëm dosja e zotit Berisha ishte mundur të siguroj. Nuk e di nëse ka dosje të opozitarëve të tjerë në prokurinë e posaçme, por këta persona kishin arritur të siguronin vetëm dosjen e zotit Berisha. Por kjo është njëra anë, Klod, unë dua ndoshta të qëndroj vetëm pak sekonda tek sepse dakord ne po jemi duke diskutuar për këtë grup të strukturuar kriminal dhe ndoshta me drejt, por nga ana tjetër kam përshtypjen që duhet të themi edhe disa gjëra edhe për prokurinë e posaçme dhe për ata që merren me sigurinë kibernetike në prokurinë e posaçme, pasi shohim që ky haker ka qëndruar një muaj në brendësi të adresave të prokurorëve dhe nuk ishte nuk identifikuar por kam përshtypjen nuk ishte nuhatur nga ana e prokurorëve, nga ana e IT-së së prokurisë së posaçme. Dhe u desh që një gazetar të njoftonte drejtuesin e prokurisë së posaçme, gjose mua më ka ardhur në inboxin tim ky material për të vënë në lëvizje më pas të gjithë strukturën. Do shkojmë tek sistemi dhe tek atë ku ka qaluar dhe çfarë duhet bëj. Po dua të pyes pak avokatin. Avokat, të duket e besueshme alibia e personave të pandehur ose të paktën Arnold Rokaj, që është personi i cili dyshohet këtë kryer edhe hakerimin e bëra për qef? Mund ta hakerosh për shembull një sistem si atë të CIA-s amerikane, të DEA-s e tjerë me radhë, se në një farë mënyrë këtë lloj rëndësie ka SPAK-u në Shqipëri. Pa diskutim. Një nga institucionet më të rëndësishme në Shqipëri, ne e thamë, e përmendëm që merret me çështjet më të nxehta, të thuash që janë futur për qef, pikërisht te ky institucion, kur e kupton që dhe pasojat e ndërhyrjes tu janë shumë të mëdha, pasi ke një prokuri të tërë e cila do merrej me ty. Duket jo e drejt, jo e sinqert. Normalisht unë për ta përmbledh çfarë tha Xhevi, sepse e tha të qartë,
tu kuptohet që ka një ndërhyrje të politikës dhunshëm. Unë e shoh si rast të ndërhyrjes politikës dhunshëm në prokurorinë e posaçme, sepse e vetmja e cënuar e fortë ndër të tjerë është politika, sepse politika është dëmtuar drejt për drejt nga hetimet e prokurorisë posaçme dhe mbështetja qytetare këtu është konsideruar, është fokusuar te prokuroria posaçme. Ma ngatron pak kjo që the. Se kur thua është ndërhyrje e dhunshme e politikës, po thoni që ju e shikoni si një përplasje grupimesh brenda mazhorancës, e shikoni këtë se varet se si e shikon, apo kishin interes politikan caktuar, shikoni çfarë ka kundër tyre brenda prokurorisë, pra ma qartësokën vështrimin tënd për këtë pjesë? Mund të jenë të dyja bashkë, po më e rëndësishmja që unë mendoj që ndodh është fakti që klane brenda Partisë Socialiste ose brenda pushtetit aktual, mazhorancës, donin të ndërhynin, kishin mundësi të ndërhynin dhe përdorin, shantazhojnë ato që tha Xhevi, marrin informacione, shesin informacione, përdorin mjetet të tjera për të arritur synimet e tyre politike, se edhe pse nuk dallohet, sepse Partia Socialiste është pak hermetike, dihet që ka klane brenda. Dhe kuptohet mënyra, forma nëpërmjet njerëzve që përfliten, kuptohet dhe kush janë më pas ata të cilët i kanë drejtuar këta njerëz, mendoj unë politikisht. Por mos të harrojmë të gjën që e kemi thënë, e kemi trajtuar bashkë, e kemi trajtuar disa herë që armiku kryesor i prokurorisë posaçme është politika në këndvështrimin tim dhe gjithmonë duhet mbrohet nga politika, ata janë më të pushtetshëm. Më intereson shumë ajo teza që thua ka grupime dhe klane brenda Partisë Socialiste në këndvështrimin tuaj, cili klan po godiste klanin tjetër. Pra, si janë raportet parë në këndvështrimin e një njeriu që sigurisht merresh ndër tjera edhe me politikë, sepse kërkohej informacion për disa eksponentë caktuar të rëndësishëm të Partisë Socialiste, ndërkohë që do të lexojmë më pas edhe lidhjet e të paktën njeriut kryesor në këtë histori, Agim Ismailit. Po si e sheh këtë pjesë? Rivaliteti në Partinë Socialiste kuptohet, ata të cilët kanë drejtuar drejtësinë ose pjesë të drejtësisë në Partinë Socialiste janë njerëz fuqishëm me lidhje, ata kanë bërë dhe emërimet e këtyre personazheve nga Agim Ismaili te personazhe të tjerë të përfshirë në këtë çështje dhe kanë pasur influencë të gjerë që nga ministri Manja dhe njerëz tjerë me radhë të zinxhirit. Pra, ju, avokat, mendoni që këta tre personat e pandehur që konsiderohen sipas pak një grup i strukturuar, ishin në pamundësi për të kryer një veprimtari të tillë nëse nuk do të kishin një mbështetje politike? Në mënyrë të padiskutueshme. Jo vetëm që nuk do kishin mundësinë që ta bënin, por as nuk do ta mendonin dhe nuk do merrnin guximin që të ndërhynin në një strukturë që thash që do i kthehej gjitha për t'i hetuar ata mbrapsht në çdo rast, në çdo kohë, në çdo moment. Sepse të ndërhysh në një dosje hetimore, qoftë një dosje nga më të thjeshtat, nga më ordinere që mund të hetojë një prokurori normale, është problematike. Imagjino tani të shkosh dhe të futesh në materiale sensitive të prokurorisë posaçme dhe çdo kush në Shqipëri mendoj një person normal i pret pasojat mbrapa. Tani do të ndalem dhe do të pyes Gjevahirin. Agim Ismaili, Zambak Gjoni dhe Arnold Rokaj akuzohen për përgjigje paligjshëm kryer në formën e posaçme të bashkëpunimit dhe grupit strukturuar kriminal, ndërkohë që ne përmendëm pak më herët Gjevahir që materialet kanë shkuar në duart e një antari të gjykatës së lartë, nuk po i përmendim emrat për sa kohë pak nuk i ka cituar, një ish prokuror i krimeve të rënda, tek një prokuror i prokurorisë Tiranës, po ashtu kanë shkuar tek Dritan Parnikaj, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë Bujqësisë, Ermal Kënaqi, shefi komisariatit në atë kohë numër 2 në Tiranë, Melsi Beli, cili punon në Aksh, Glerina Hoxha, punonjëse në Aksh, Jonida Baçi, ish drejtoresh Agjencisë Trajtimit të Pronave, shkarkuar nga detyra, Ylli Gaxholli, ish punonjës i Agjencisë Trajtimit të Pronave, po ashtu i shkarkuar nga detyra, gjithashtu rezulton që është dërguar tek Maltin Male, ish drejtor në drejtorinë e përgjithshme të bugjeve tek prokurimet, pra ndërkohë ka edhe persona të tjerë në duart e cilëve kanë shkuar këto materiale. I përmenda Gjevahir sepse janë të gjithë njerëz me formim pjesa më e madhe juridik dhe që kanë të qartë rëndësinë e informacionit që kanë marrë. Mendoni ju si një gazetar me eksperiencë që s'pak e ka hetuar të plot këtë çështje? Unë them që jo, nuk është hetimi plot, kështu që
Përse? Mjep argumentat tuaja. Arsyeja kryesore është që unë mendoj që s'pak e para njëherë çfarë nëse këta persona që ti përmendë dhe që përmendën në dosje... Përmendën në dosje, në fakt, për ta sqaruar për opinionin publik, të gjithë emrat që përmenda janë të cilësuar dhe të përmendur në dosje hetimore. A e kanë shpërndar tek persona të tjerë, është pyetja. Se nëse e kanë shpërndar tek persona të tjerë, çfarë ndryshimi kanë nga, po themu në këtë rast, nga pagimi Ismaili. Derisa qëllimi në fund fare është i njëjtë, që shpërndarë sa më shumë edhe të përfitojmë sa më shumë nga ky informacion që ne kemi. E dyta, pastaj çfarë ta persona kanë diskutuar në këto grupet e chateve apo në biseda që kanë me njëri tjetrin. Një argument. Prokurori i Prokurorisë Tiranës, dhe unë tregova e kujdesshme, kanë përmendur vetëm emrat që janë cituar në dosje hetimore, sepse disa emra janë me iniciale dhe nuk kemi aluduar, rezulton që i ka fshirë komunikimet me persona të cilët nga cilët ka marrë informacionin. A ngrej kjo dyshime rreth personaliteti dhe mënyrës se si ka vepruar ky person në rastin konkret? Këtë po them pra që i ka fshirë, por s'paku është në drejtën e tij të rikuperoj. Kam përshtypjen i ka të gjitha mundësitë teknologjike të rikuperoj këto biseda. Fshirja në vetvete nuk është implikim, po çështja është ndërlidhja, për shembull nëse marrim rastin e zotit Ismailaj, me sa kuptojmë ne nga dosja, se duhet ta themi këtë, pra palët prezumohen pa fajshëm derisa të kemi vendim gjyqësor formës prerë. Ne po e diskutojmë çështën parim sepse interesi është dhe qytetar për dosjen e tim, dëmtohen dhe njerëz tjerë kur ka rrjedhje të informacionit. Në rastin fjalë, lidhje të rëndësishme, pra interesi atyre të cilët kanë ndërhyrë, bashkëpunimi midis tyre, është i rëndësishëm dhe Po që ata kanë pasur interes, kjo nuk vihet në ndryshim, kanë përshtypjen, se ndryshe do të maqonte edhe ty dhe mua. Interes të drejt për drejt, interes të drejt për drejt. Po besoj interesi ka qenë drejt për drejt. Flasim për rrethin që i ka qarkullu materialet, se vetëm qarkullimi në formë mua nuk më duket që futesh te element të veprës penale. Në momentin që ti je marrës një informacion. Prandaj them që një hetim i tillë është shumë i vështirë për tu ndjekur deri në fund. Jo, besoj gjithë mekanizmi i hetimit ka sjell deri në këtë pikë që kemi akuza vetëm për këta persona. Mbase duhet parë dhe momenti i gjykimit, sepse palët do thirren si dëshmitar, mendoj unë, në varësi se çfarë lloj gjykimi do shkojnë. Mund të ketë shtjellime të situatave, pse i kanë marrë, si i kanë marrë, ku i kanë çuar, mund të ketë kërkime edhe nga mbrojtja dhe nga prokuroria dhe mund të nxirret, mund të zbardhet e gjithë pasqyra se çfarë ka ndodhur me A dyshoni ju të dy, është pyetje për të dy, që këta personat të dyshuar si antarë të grupit kriminal mund të kenë informacione të tjera dhe pasi të përfundojnë hesabet me drejtësinë, mund t'i përdorin për të shantazhuar personazhe të caktuara, mund të ndërhyjnë ato materiale që kanë, mund të shtojnë të dhëna, mund të heqin të dhëna dhe në një farë mënyrë mund të ndikojnë edhe tek dëshmitar të caktuar apo tek çështje të caktuara të cilat ndoshta nuk janë pasqyruara në akt akuzë. Unë mendoj që po, sepse lloji i veprës penale, përgjimi i palishëm i dhënave kompjuterike, pikërisht në këtë fakt lidhet në mundësinë, në aftësinë që ka një person për të marrë informacion dhe për ta përdorur këtë informacion në të ardhmen. Kuptohet që, prandaj e tham rëndësinë e hetimit, sa më i gjerë dhe më i shtrirë të jetë hetimi, më mirë do t'i shërbente çështjes, ku ka filluar hakerimi, çfarë materialesh janë marrë dhe ku ka mbaruar, do t'ishte shumë e mirë për prokurorinë e posaçme ta kishte të kopsitur këtë pjesë, ta dinte eksaktësisht çfarë është marrë dhe për sa kohë është marrë. Në këtë moment do ta ndalonte pra aq sa do mundej pjesën e mbajtjes të diçkaje ekstra sekrete të palëve të cilët janë përfshirë, që mund ta përdorin në të ardhmen siç ju e thatë, por risku qëndron gjithmonë. Po ka një vit që ka ndodhur kjo pra hakerimi dhe ju besoni që në një vit nuk është bërë një inventarizim i gjitha dosjeve materialeve që pak ta ketë të qartë panoramën asaj çfarë është marrë dhe materialeve, rëndësia materialeve që është marrë? Po, ka një risk gjithmonë që diçka do ketë mbetur e pa shtjelluar në atë pjesë, ose palët mund ta përdorin nesër si informacion që nuk kanë arritur t'ja zbërthejnë ose t'ja marrin gjatë kësaj kohe të hetimit. Ka një gjë, unë nuk mendoj, duhet ndajmë një gjë, që unë nuk mendoj që dosjet e prokurorëve janë të cënuar apo them nga shtimi i provave, heqja e provave, pasi çdo gjë që këta persona kanë bërë kalon gjurmë në sistem dhe prokurorët dhe unë mendoj që vetëm kanë marrë informacion. E kam shumë thjesht të kuptojnë nëse është ndërhyrë apo jo në dosjet e tyre. Rreziku në këndvështrimin tim është diku tjetër, që këto
materiale të cilat tashmë zotërohen nga, po them, nga 10 persona, mund të shtohen se janë materiale në Word. Mund shtohen fjali dhe mund të ishen fjali, mund të rryhet dhe të hidhen pastaj sërish në qarkullim. Veç ato nuk do jenë materiale të dosjes zyrtare të prokurorisë. Mirë, patjetër, po, ajo çfarë kupton Gjavahiri mund të krijojë amundim publik sepse nëse shkon tek një portal, po them, periferik, sigurisht që ai nuk e verifikon, e hedh sërish në qarkullim dhe pastaj bën edhe xhiron e rrjetit. Unë këtu e shoh problemin kryesor. Pastaj kjo pjesa tek dosjet e prokurorëve kam përshtypjen është një gjë e zgjedhur, nuk mendoj që ata kanë mundësi të heqin apo të shtojnë prova aty. Tani, avokat, kam një pyetje specifike për ju. 2 nga personat e pandehur, Arnold Torokaj dhe Zambak Gjoni, janë në masën e sigurisë arrest në Burg, ndërkohë që Agim Ismaili, ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve, është hetuar dhe pritet të gjykohet nëse dosja do të kalojë për gjykim në themel, pra filtrin para prak, në masën pa mas sigurie. Tani, si e sheti këtë? Është normale kjo, pra që të 3 konsiderohen antarë të njëjtit grup, 2 janë në arrest, një tjetër, një tretë është pohetohet dhe gjykohet në gjendje të lirë. Ne kemi diskutuar shumë herë masat e sigurimit për shumë raste, por prokuroria ka ekskluzivitetin sipas kodit procedurës penale në caktimin e masës. Për nevojat e hetimit cakton dhe masën e sigurimit. Unë mendoj që rasti çdo individ duhet parë individualizuar vetëm për raste specifike të tij, sepse është me mas sigurimi, pse është me mas sigurimi të rënd, kur jemi në rastet e arrestit në Burg, apo pse është pa mas fare sigurimi. Pra duhen parë të gjitha këto situata. Dhe rastin fjalë, unë mendoj që për aq sa ne jemi ndjeni, prokuroria e posaçme ka zgjedhur formën e dytë për zotin Ismailaj, duke qenë se mendoj unë nuk i ka plotësuar ato kushte për t'i caktuar një masë shtrënguese mund të jetë i futur më vonë në pjesën e hetimit, një nga arsyet, dhe ata e kanë rikuperuar atë rrezikshmëri dëm që mund të jetë shkaktuar prokurorisë apo mund t'i kenë marrë shumicën e materialeve, nuk ka pasur më emergjencë për të vendosur një masë dhe i kanë komunikuar akuzë dhe tashmë do shkojë të përballet me drejtsinë në pozitë thjesht pak më të lehtë, por akuza është njësoj si për ata që janë me arrest në Burg, si për zotin Ismail. Tani, pyetja e fundit që kam për të dy dhe besoj do duhet të ndalemi paksa gjatë ka të bëj pikërisht me sigurinë e sistemeve të prokurorisë posaçme. Mendoni, Gjavahir, por gjithashtu edhe avokati, që do duhet ketë realisht një jo vetëm një hetim administrativ brenda prokurorisë posaçme, por edhe një marrje të masave emergjente që këto sisteme të jenë të pacënueshme pavarësisht të hakerave që mund t'i synojnë, sepse mund të ketë tentativa dhe në të ardhmen, sa më e fortë që bëhet lufta e SPAK. Informacioni që kanë dorë prokuroria e posaçme është i lakmueshëm nga shumë grupe interesi, po them, dhe sigurisht që kjo ngjarje vlen për prokurorinë e posaçme për të pasur një tjetër qasje sa i takon sigurisë së saj kibernetike. Unë kam përshtypjen që edhe në këtë rast prokuroria e posaçme duhet të nxirrte përgjegjësit edhe nga ana e vetë institucionit. Pasi po flasim këtu për miliona, qindra mijëra euro tendera në vit apo në 2 vite për sigurinë kibernetike të këtij institucioni dhe shohim që një haker, po them, jo i nivelit të lartë, arrin të aksesojë emailet e 3 prokurorëve. Që në fakt unë kam edhe një dyshim, a është vërtet një haker? Sepse janë testuar, është ky hakeri që e ka bërë shpytje. Është ky hakeri që e ka kryer këtë veprim, sepse ne nuk e dim nëse janë testuar aftësitë e hakerimit nga ana e të Arnold Torokajt, por gjithsesi po e marrin të mirëqen për sa kohë të qëndrim ka SPAK. Dhe në këtë këndvështrim është shumë e rëndësishme që prokuroria e posaçme të nxjerrë edhe përgjegjësit nga ana e vetë institucionit në mënyrë që edhe ne të kuptojmë që prokuroria e posaçme e ka seriozisht me të gjitha palët, jo vetëm me ata të cilët e bën këtë krim, dhe sigurisht që shumë mirë që janë sot në bankën e të akuzuarve për prokurorinë e posaçme, por edhe nga ata që patën një lloj neglizhence në këtë histori, sepse kjo në këndvështrimin tim është neglizhencë e para dhe se pastaj nëse ato muret mbrojtëse të prokurorisë së posaçme do të kishin funksionuar, kam përshtypjen që nuk do të ishim duke diskutuar këtë temë sot, sepse është pak nuk tingëllon mirë Klod kur po them drejtuesi i prokurorisë së posaçme njoftohet nga një gazetar që dëgjon se institucioni që ti drejton i është thyer siguria kibernetike dhe mua më kanë ardhur në inboxin tim materiale të cilat janë shumë sensitive. Çfarë do të ndodhte nëse këto materiale pastaj do kishin pasur
një lloj shpërndarje Po kur flasim për terrorizëm, për vepra të rënda, çfarë do ndodhte nëse do kishim marrë materiale të tjerë? Kështu që unë kështu e shoh këtë histori. Po, për të shtuar diçka. Po, për të shtuar diçka. Ne se dojmë në siguri, unë e thash në fillim, këtu Shqipëria nuk ka siguri qoftë teknologjisë të informacionit, qoftë të materialeve si ruajmë, qoftë arkivave fizike, kemi problem shumë të madh me këtë. Dhe në gjykata e vuajmë. Ne e pam, Akshi sot nuk transmeton siguri për shkak të aferave të veta, për shkak të kujt ja ka lënë dorë gjithë operimin, se Akshin e simbolizojmë me teknologjinë e informacionit të shtetit, e shoh unë, si njerëz që nuk merren me informacionin, me teknologjinë në vetë parë. Prokuroria e posaçme i duhet një sistem tërësisht i ri. Kjo është çështje buxhetit, çështje fondesh, është një gjë që besoj s'na takon ne, po i duhet një mënyrë organizimi tjetër i ndarë, i veçantë dhe GKK-s, sepse janë institucione shumë të rëndësishme. Unë i fus në kategorinë e shikut, në kategorinë e institucioneve të cilat kanë informacione, kanë peshë, kanë element dhe duhet të kenë element sigurie dhe të gjitha këto duhet i ndajnë nga pjesa tjetër e organeve ose institucioneve shtetërore, sepse ne dim lehtësisht në Shqipëri vidhet, ndërhyet, manipulohen shumë gjëra dhe i kanë treguar rastet me prova, i kanë treguar faktet dhe jemi në këtë gjendje ku jemi që diskutojmë këto lloj temash. Faleminderit Redi Ramaj për gjithë kontributin në Shinjestër, faleminderit Gjemahiri Zhabina gjithashtu, të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni në Shinjestër për këtë mbrëmje. Folëm për skandalin e hakerimit të prokurorisë posaçme dhe fakti që ky institucion ka përfunduar hetimet dhe dërguar përpara gjykatës 3 persona të dyshuar për këtë ngjarje, ku më kryesori prej tyre është ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve Agim Ismaili. Bashkë lë takim të martën ardhshme në orën 19:30. Deri atëherë, natë e mirë.